Shumë persona duan të humbin dhjam në bark. Pyetja është si ta humbin këtë dhjam dhe si t'i gjejnë ushtrimet e duhura për t'i ndihmuar t'i arrijnë qëllimin në rast se nuk shkoni dot në palestër. Në qoftë se i keni këto pyetje, kjo video është për ju. Të filloj me të vërtetën e hidhur për të cilën nuk flitet shumë. Ky është miti i zgjedhjes së vendit se ku do që të humbasësh peshë. Barku nuk do të ulet kurrë pa reduktuar yndyrë nga komplet trupi. Trupi duhet çohet në atë gjendje ku djeg yndyrë për karburant për të funksionuar. Në këtë gjendjen e djegjes së yndyrës për karburant, trupi djeg yndyrë nga kofshët, nga krahët, nga fytyra, nga barku, nga ansoret, ku më shumë e ku më pak. Pra, trupi e vendos vetë se ku do ta marrë këtë yndyrë për karburant për të funksionuar dhe ti nuk mund ta etiketosh zonën se ku do ta marrë trupi këtë energji. Kjo është rruga më e shpejtë për të ulur barkun, duke e vendosur trupin në një gjendje ku trupi djeg më shumë yndyrë të përgjithshme. Në rast se humb në komplet trupin yndyrë, humb gjithashtu edhe në bark. Pyetja tjetër është si ta vendosim trupin ton në një gjendje që djeg dhjam? Dhe mënyra më e mirë është deficiti kalorik, ku ti merr më pak energji nëpërmjet ushqimit sesa energjia që ka nevojë trupi në ditë për të funksionuar. Në këtë mënyrë, trupi për të mbijetuar, për të përballuar funksionimin e tij apo aktivitetin ditor do t'i duhet të përdorë nga rezervat dhjamore të trupit për energji. Edhe në rastet ku ju keni një aktivitet ditor shumë aktiv, lëvizni shumë ose bëni shumë ushtrime, për aq kohë sa ju nuk jeni në deficit kalorik, nuk do bini kurrë nga pesha dhe përpasoj edhe barku nuk do ulet. Ushtrimet klasike të barkut jo vetëm që nuk e tresin dhjamin e barkut sepse ky është një mit, po gjithashtu vënë në lëvizje muskuj jo shumë të mëdhenj të cilët nuk djegin shumë kalori të përgjithshme. Burpee i kombinuar është ushtrimi i parë. Ky ushtrim djeg shumë kalori sepse vën në lëvizje shumë muskuj. Ekzekutojeni këtë ushtrim duke nisur nga drejtqëndrimi, të dy krahët njëkohësisht në tokë, këmbët i shtrin mbrapa me kërcim duke kaluar në pozicionin e një pompe. Ule gjoksin deri në tokë dhe ngriu sërish. Afroj gjunjt një nga një drejt gjoksit, mblidhi të dy njëkohësisht dhe ngriu sërish lart me kërcim. Për personat që nuk mund ta ekzekutojnë si në mënyrën e parë, mund ta modifikojnë këtë ushtrim si në video me lëvizje të ngadalta dhe pa kërcim. Në këtë ushtrim, nga drejtqëndrimi hape këmbën ansor relativisht shumë dhe ulu, ku në një këmbë je në pozicion squat dhe këmba tjetër është e shtrirë. Sigurohu që gjuri të mos e kaloj majën e gishtit të madh dhe as të mos dalë shumë anës. Përsërit edhe nga ana tjetër të njëjtën gjë dhe ndalo në mes për një squat jump dhe fillon nga e para. Ushtrimi i tretë është një kombinim i 6 ngritjeve të gjunjëve një pas një dhe një kërcimi me njëhershëm në pozicion pompe. Versioni i modifikuar i tij për ata që nuk munden ta ekzekutojnë si versioni i parë është pa kërcim dhe më i ngadalt. Ushtrimi i katërt fillon në pozicionin e shkronjës V me kokë poshtë dhe kalon në një cobra stretch. Kthehesh nga një anë dhe shtrin ansor këmbën e kundërt duke e përsëritur të njëjtën gjë edhe nga ana tjetër. Versioni i modifikuar i këtij ushtrimi mund të ekzekutohet duke filluar me të dy gjunjt në tokë. Për ushtrimin e fundit nevojitet një lartësi, karritje apo shkallë deri në lartësinë e gjurit ose pak më shumë. Nga pozicioni me të dy gjunjt në tokë, një këmbë del para në kënd të drejtë dhe këmba tjetër ngjitet në platformë. Këmba që del e para nga pozicioni në gjunjë është dhe këmba që ngrihet lart mbi lartësi. Siguroni që nga pozicioni në gjunjë të filloni një herë me një këmbë dhe pastaj me tjetrën. Duket i ndërlikuar si ushtrim, po kur e bën lëvizja të vjen natyrshëm. Secilin prej këtyre 5 ushtrimeve përsëriteni 8 herë me 20 sekonda punë dhe 10 sekonda pushim. Pasi të mbaroni ushtrimin e parë me të 8 setet, bëni 1 minutë pushim dhe filloni me ushtrimin e dytë, tretë dhe kështu me radhë.